Hoteli spektakolar në Shëngjin. Rrugës duke shku për nga rana e hedhun buz detit, shifeni pak çfarë ndërtimi, edhe nga ana arkitektonike i jashtëzakonshëm, me terraca shumë të mëdha, të cilat kanë pamje të plotë të detit. Shifeni si janë terracat, janë terraca shumë të mëdha, e gjithë me pishinën në mes, me një pishinë të mbyllur që ma treguan tani pronarët, spektakolare me të gjitha shërbimet, gjithë llojet e saunave, dhomën e kripës, xhakucit, edhe pjesa më e madhe dhomave me xhakuci në balkon, ndërkohë që gjëja më interesante është që është buz njërit prej plazheve më të bukur, dhe këtu rëra është e zezë dhe e ngjeshur, është fantastike. Duhet jetë rreth 18 kate besoj, po shoh, shiheni se çfarë mrekullia është në mënyrën se si është projektuar, kurse ky është ashensori që të çon drejt në plazh, pra mjafton të shtypësh ashensorin këtu dhe shkon në det poshtë, edhe gjithë pjesa tjetër, thash, pjesa më e bukur janë terracat, kur je buz detit, dhe kur pjesa më të madhe të kohës rri për jashta, terracat janë mrekulli, po edhe pishina e mesit ishte fantastike. I jashtëzakonshëm. Në fakt, Lionis është e pabesueshme çfarë hotelesh kanë filluar të ndërtohen në Shqipëri. Dhe investim 100% shqiptar. Që di.